Grupi multietnik që është i përbërë prej 8 ose 9 deputetëve janë të gatshëm edhe të interesuar që sa më parë bashkë me fituesin e zgjedhjeve të shkojnë dhe të formojnë institucionet e Republikës Kosovës, kështu që kjo garanton një numër të mjaftueshëm për votimin e qeverisë së re të Republikës Kosovës. Kjo është e tëra që mund të thamë në këtë aspekt, zgjedhjet i mbajtëm, ato prodhuan një rezultat që është përafërsisht i njëjti me rezultatin e kaluar, kështu që qytetarët presin që sa më parë të ketë institucione, sa më parë të kemi qeverinë e re, sa më parë të kemi kuvendin funksional, po edhe të kalojmë këtë krizën e zgjedhjes së presidentit. Po besoj që qytetari ka folë dhe partitë politike tash duhet të reflektojnë edhe në raport me fjalën e qytetarit.